virtualisht në kuadër këtij emisioni, kryetari i komunës Podujeve, zoti Shpejtim Bulliqi, me pyetje direkte për problemin në fjalë. Tungjatjeta, zoti Bulliqi. Tungjatjeta, përshëndetje. Kënaqësi që jemi së bashku, por tema është e ndjeshme vërtet, po thuhet se ka mbi 2 muaj pa furnizim të rregullt me ujë në një lagje të Podujevës. Pse? Ku është problemi? Që në radhë parë, faleminderit për mundësinë që të prononcohem për ju, televizionin tuaj këtu, po dhe qytetarët. Ajo që mund të themi në këto momente është komuna Podujevës, është për atyre komunave që nuk kemi një furnizim të rregullt me ujë nga ujësielësi Këru Prishtina. Qytetarët e dinë, po dhe ne dimë që çështja e furnizimit me ujë është ekskluzivisht çështje e Këru Prishtinës, sepse kontratat, po dhe pagesat, çdo gjë që lidhet me ujin lidhet me Këru Prishtinën. Okay. Për ta zgjedhur këtë problem dhe për të ikur këtyre reduktimeve, cilat janë duke pasu kohë pas kohe në gjithë qytetin e Podujevës dhe fshatrat, domethënë ne kemi bërë investime shtesë. Vitin e kaluar, si komunë, kemi investuar në gypin Fika të Qënsh, për ta përmirësuar furnizimin me ujë për qytetin e Podujevës, po dhe për fshatrat cilat lidhen në sektorin nga Albaniku, përkatëse Shajkovci deri në rezervuarin e qytetit Podujevës. Falë këtij investimi që është bërë, është rregulluar në një masë caktuar furnizimi me ujë në veçanti gjatë periudhës së ngrohtë të vitit, verës, për qytetin e Podujevës. Por vendosja e gypit Fika të Qënsh ka nxjerrë pa një problem tjetër në një lagje në periferi të qytetit Podujevës, e në cilën lagje bën pjesë edhe rruga Alajeti. Dhe pas vendosjes në funksion të këtij Fika të Qënshit, domethënë që është përmirësuar bukur mirë qyteti i Podujevës me furnizim, po dhe pjesët. Por jo kjo lagje. Kjo lagje ka pas probleme. Ditëve të fundit, si rezultati të turbullësirave të mëdha të cilat kanë ekzistuar në akumulacionin e Batllavës dhe mosmundësisë së prodhimit nga fabrika e ujit në Shajkovc, ka pas reduktime jo vetëm në një lagje, por në gjithë qytetin e Podujevës, edhe në fshatrat përreth cilat furnizohen nga liçeni i Batllavës. Atëherë, nëse ka probleme, zotë kryetar, nëse ka probleme të kësaj natyre, ai lini qytetarët 2 muaj pa furnizim me ujë sikur po raportohet? Këtë fazë, të lutem shumë, po nuk bëhet fjalë për ujë. Këto janë gënjeshtra tipike të atij personi i cili doli në publik. Për arsye se nuk bëhet fjalë për ujë, por bëhet fjalë për reduktimet cilat janë duke ndodhur në qytetin e Podujevës po në fshatrat përreth. Prandaj, ajo që thuhet, ne mund të diskutojmë për çështjet e reduktimit që jemi duke bashkëpunuar ngushtë me Këru Prishtinën, për me mujt me zgjedh këto probleme, sepse në momentin që paraqiten problemet me fabrikën në Shkabaj, normal Batllava kërkon reduktim të një sasie të ujit për qytetin e Podujevës në mënyrë që të furnizohen qytetarët e Prishtinës. Prandaj, në vazhdimën e këtyre kalkulimeve dhe planifikimeve të cilat i bën Këru Prishtina, domethënë edhe reduktimeve që janë ekskluzivisht kompetencë tyre, sepse ju dini që komuna nuk menaxhon me ujësielësin. Ujësielësi Këru Prishtina nuk është menaxhim komunës. Ka pasur reduktime në vazhdimën e këtyre reduktimeve edhe lagja Alajeti. Përkatëse rruga Alajeti ka po të njëjtat reduktime. Sa kohë nuk kanë ujë në këtë lagje? Është hera e parë që ai qytetar i cili po del në publik dhe të tjerët kemi bërë investim enkas në këtë lagje të Ashkalive dhe kemi ndrru komplet në bashkëpunim me ujësielësin Anal Prishtina gypin e ujësielësit, të cilët deri në ardhin tonë pushtet kanë pi ujë në gypat e azbestit. Që sa kohë s'kan ujë tash? Ju thatë që nuk është e vërtet për 2 muaj e më shumë. Që sa kohë s'kan ujë tash? Kryetari Bulliqi është sërish në linjë. Kryetar, po ju pyesja
me qenë se ju quajt pa vërtet deklarimin e banorëve të kësaj lagje se uji nuk Jo ka... banorit, po një individi, sepse s'ishin banorët ato. Në rregull, Ishte një individ. atëherë pyetja ime konkrete është që sa kohë kanë probleme me ujin, që sa kohë s'kan furnizim me ujë. E thash edhe në fillim, në momentin që është vendos gypi Fika të Qensh për të përmirësuar furnizimin e qytetit Podierës me ujë, lagja e rrugës Alajeti ka pas disa probleme sepse deri në këtë periudhë kohore ka qenë e lidhur në gypin kryesor kur s'ka pas asnjëherë reduktim. Domethënë ka pas gjithmonë 24 orë. Në momentin që është vendos gypi i ri ka shku drejt për drejtin bazen, furnizim bazenit. Që sa kohë s'kan ujë pra? A kanë ujë sot? Kanë ujë, por kanë ujë me reduktime sikur gjithë qytetarët tjerë në Podujevë. Nuk ka lagje të veçantë, ose kategori të veçantë, ose pjesë të veçanta që kufizohen në kuptim të reduktimeve. Janë reduktime të cilat ekzistojnë edhe në pjesë tjera, edhe për qytetarët, edhe për fshatarët e Podujevës. Dhe në vazhdën e këtyre reduktimeve, domethënë është pjesë edhe lagja për cilën bëhet fjalë. Okej, por rastet me zgjebën i menaxhoni? Po, gjithsesi, ata për zgjebën shkojnë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, se na nuk shkojnë të shtëpia, përkundër që japim shërbime në shtëpi, paliative, por nëse ka raste me zgjebën, edhe që mund të ketë, sepse nuk përjashtohet kjo mundësi, gjithmonë ka pas edhe mund të ketë zgjebë, të ndonjë qytetari caktuar ose ndonjë individi caktuar. Por janë gjona të cilat duhet menaxhohen, shqyr zotit kemi edhe qendrën kryesore të mjekësisë familjare, e kemi shërbimin paliativ, i kemi shërbime specialistike që japën për gjithë qytetarët tonë dhe gjithë ata që mund të kenë probleme të tilla janë organet kompetente që duhet drejtuar për të zgjedhur problemet. Sa raste janë në këtë lagje me zgjebën, me zhugën? Qysh? Sa raste ka në këtë lagje, në lagjen Alia Jeti, të personave me zgjebë? Ja bua ati personit që u deklaru, sepse unë nuk e di sa janë, a i po e di ka sa janë, është mirë me ati me abo këtë pyetje, unë për këtë arsye tash kam angazhu ekip mjekësore, edhe kam qunë të rem, edhe sot do të vlerësojmë vërteta është kjo. Dhe nëse del që kjo ka dalë për të bo politik, para opinionit, unë do ingres kallëzim penal ati zotërisë. Nëse del që nuk ka zgjebë dhe nuk ka qytetarë që kanë zgjebë ato. Edhe pse. Nëse ka, po nëse ka. Nuk është mundësia që mund të mos ketë. Po nëse ka. Po nëse ka mund të ketë individ më me zgjebë, ka pasën e dënë, ka pasë individ. Çka nëse nuk janë individ? Çka nëse ka më shumë se individ? Çfarë do të bëj komuna për të ndihmuar me trajtimet falas, me ilaçe falas? Ne jem të obligum të marrëm gjitha masat e nevojshme që të dalim ndihmë qytetarëve tanë. Ata janë qytetarët tanë dhe ne do të përkujdesemi edhe për furnizim me ujë, edhe për çështje shëndetësore, për çdo gjë që ka nevojë e komunitet atje. Sepse bashkëpunimi jonë me atë komunitet është normal si me gjithë qytetarët tjerë. E qartë, zoti Bulliqi, por çfarë do të jenë projektet tuaja konkrete për të parandaluar që në të ardhmen të ketë probleme të tilla, qoftë me furnizimin me ujë apo mos u bëft një epidemi të një sëmundje të caktuar? E para për çështjet e furnizimit me ujë, unë mendoj që është mirë të drejtoheni te KRU Prishtina, sepse është kompetencë ekskluzivisht e KRU Prishtinës, jo e kryetarët komunës. Komuna nuk merret me çështjet e ujit. Komuna krijon infrastrukturë, por furnizimin me ujë e bën KRU Prishtina. Dhe ne jemi në kontakt vazhdueshëm me KRU Prishtinën për të menjanuar këto probleme të cilat janë paraqit javëve të fundit. Për shkak të turbullirës lartë, shkallës së lartë turbullirës, ne para pak ditësh ka 10 ditë me siguri që kemi qenë bashkërisht me kryeshefin ekzekutiv KRU Prishtinës në fabrikën e ujit Batllav, e kemi pa gjendjen përsafermi çfarë është dhe si është krijuar për shkak të prurjeve të shpejta të mbushjes akumulacionit në Batllav me ujë, dhe jem duke bërë edhe duke i harmonizuar gjitha veprimet bashkërisht me KRU Prishtinën në mënyrë që të kemi mundësi që të kemi furnizim sa më të mirë qytetarëve tanë me ujë të pijes. Nëse paraqitet nevoja që bashkë nuk ka mundësi KRU Prishtina të na furnizojë, atëherë ne kemi masa tjera të cilat duhet ndërmarrim si institucione lokale në mënyrë që aty cilat janë ato? Ku ka mungesa më shprehur do mund të sigurohet uji i pijes. Cilat janë ato?
Po më kemi cisterna, kemi zarfet, i kemi cisterna, të fundja nëse është nevojë mund t'i furnizojmë përmes cisternave. Nuk është nevojë problemi i madh. I keni furnizuar aty ku nuk ka pasur ujë në kohë më të gjatë, për shembull? Lutem, A ka pasur raste? Nuk kemi kërkesë deri tash për çuna tilla. Përndryshe kurdo që kemi kërkesë, unë e çoj në fshatrat më të thella të komunës Podujevës, Gjastinës, Verës, i furnizojmë ujë me cisterna. E mos flas për qytetin e Podujevës. Në rregull, ne besoj se do të vizitojmë konkretisht nga afër lagjën dhe shpresoj që do të kemi mundësi të pasqyrojmë edhe për shikuesit atë që... Kurdo që të vizitoni është mirë me bisedu me dy palë e jo me caktuar për të krijuar opinione qëllimqësia, po them për të krijuar dezinformata dhe për të bërë shqetësime në opinionin publik. Prandaj kemi kryetarin drejt për drejt. Prandaj po bisedoj me ju. Ka nevojë kryetari, është drejtori i shërbimeve publike, është kompetent që merret me këtë punë, e keni kryeru Prishtinën, sepse është njësia që neve këtu në Podujevë që na furnizon, sepse edhe ne si Prishtina, si ne jemi të lidhur me kryeru Prishtinën. Nuk jem furnizim në kas në Podujevë këtu. Prandaj është mirë me i pa dhe me i ballafaqu faqe. Të gjitha palët. Pastaj në rregull jemi, sepse ne jemi në fundit për të shërbyer gjithë qytetarëve tanë barabartësisht, sepse të gjithë ka nevoja të barabarta, të gjithë ka nevoja të njëjta, dhe unë tash që duke prit një raport nga ekipi mjekësor, nëse vërtet kemi raste të tilla të zgjedhjes, që po them prap nuk preashtoj mundësinë, sepse tash ju e dini që ky komunitet është me numër më të madh fëmijëve, janë me kushte jo bashkë mira të banimit, edhe këtu, edhe në lagjën tjetër që ndodhet te Tjegullorja, të dyja këto komunitete ne jemi të punuar maksimalisht për me mujt me bëni zgjidhje, për me mujt me zgjedh çështën e banimit, për arsye se janë komunitet me numër të madh fëmijëve, me numër të madh familjarë që jetojnë në kushte strehimi jo shumë të mira, prandaj ne nuk mund ta përjashtojmë atë mundësi. Por fatmirësisht ne kemi kapacitete shëndetësore të mjaftueshme, edhe në rast se paraqiten nevoja të tilla, domthonë ne jemi në gjendje plotësisht të dalim ndihmë në çfarë do rrethonash qosin ato. Atëherë do t'i ndihmoni me barna nëse kushtet i kanë të këqija dhe nuk e përjashtoni mundësinë. Po i ndihmojnë rregullisht, japum barna, japum financim të barna, japum të mira materiale për nevojat e komunitetit. Domthonë ky komunitet është prej komunitetit që është integruar mirë në shoqërinë tonë. Dhe ne jetojmë bashkërisht dhe s'kemi asnjë të lash, asnjë dallim me këtë komunitet. E qartë, zoti, po. Mungesat e ujit ka në Prishtinë, ju lutem, ka në Prishtinë, edhe unë kam në Prishtinë kur jam ka mungesë të ujit. Mungesa e ujit është normale. Po. Është normale sepse prodhimi varet prej prodhimit sa mund me prodhue, edhe sa janë kapacitetet furnizuese. Zoti Bulluqi, të falenderoj shumë për kohën që ndave drejt për drejt për ne në kuadër të emisioni. Me nderë shoqi, faleminderit shumë.